Pasi që ju shikues të nderuar patët mundësi të ndjekni këtë material të përgatitur nga kolegja jona Aida Ziberi, ne do të flasim pak më gjëre gjatë lidhur me këtë turne që është organizuar në shkollën e mesme Zeflush Marku, pikërisht për të ndjerin në Faruk Zeqirin, drejtorin e kësaj shkolle, dhe këtu me mua në studio kemi profesorin Naser Miftarin. Përshëndetje i nderuar, mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në fillim të flasim lidhur me këtë turne, mund të themi që tani më është bërë tradicionale në shkollën e juaj. Si lindi ideja për turneun memorial Faruk Zekiri dhe si të themi u shndruar dhe deri më tani si ka evoluar ky turne? Para se të përgjigjem, më lejoni që të përshëndes gjithë ata që na ndjekin tani dhe njëkohësisht të shpreh atë ndjesi që ne sot ndjejmë edhe pas 3 viteve ndaj ish drejtorit Faruk Zeqiri, ndaj familjarëve të tij, të respektuar dhe në emër timin personal, në emër të gjithë stafit punonjës të Zeflush Markut, uroj që vërtet kjo figurë, ky emër të mos harrohet, familjat e të nderuar dhe ne që sot mundohemi në vazhdimsi të mbajmë gjallë procesin edukativ arsimor, të vazhdojmë me gjithë ato që i ndjeri kishte synim, i ndjeri ishte shembulli asaj që duheshte të vazhdojmë. Atëherë mund të na thoni se si lindi ideja për organizimin e një turneu të tillë? Vërtet, emri i tij paraqiste një figurë, një njeri me vlera njerëzore, i dashur, i afërt. Gjatë gjithë kohës sa ne punuam me të, vërtet mundësonte hapësirën, krijonte mundësi, motivonte të gjithë që ne të jemi në aktivitete, të bëjmë më të mirën që mundemi. Pra në vazhdimsi kishim përkrahjen e tij. Tani kur veç pasi që gjithë e dim se jeta është e caktuar nga vetë krijuesi, ai ndëroi jetë, tani mungesa e tij ndiheshte që edhe sot është mungesa të ndjerit Faruk Zeqiri. Kjo ide për së pari herë do të lindë nga vetë profesorët e sportit, por pa përjashtuar nxënësit të cilët ishin në atë kohë, të them, aktiv, apo ishin në bankat shkollore kur ndodhi vdekja e ish drejtorit, që ajo e papritura në moshë të re dhe në vendin ku ndodhi ishte një mënyrë e paharruar. Që këto momente të mos harrohen, këto momente të përkujtohen dhe në vazhdimsi të nderohet gjithë ajo që ishte e mirë dhe duhet të jetë. Kanë arritur suksesin më të madh profesorët e sportit me ata nxënës, duke vu idenë në jetësim së bashku, të them, pra me menaxhmentin, me drejtorinë e shkollës. Profesor, mund të na thoni se çfarë domethënie ka ky turne për juve si profesor, por edhe për nxënësit? Po do të mundohem kështu ta sqaroj atë që dje kemi ndjerë. Në momentin që ne ishim aty të pranishëm, kemi pas dy ndjenja jashtëzakonisht të fuqishme, njëra duke rikujtuar, duke u kthyer në kohë mbrapa për të nderuar figurën, dhe e dyta ajo që në vazhdimsi ne sinojmë brezin e ri, duke edukuar dhe duke bërë më të mirën që dim si profesionist edhe në aspektin arsimor, pra në ngritjen e cilësisë së mësimit. Gjithë e dim se shkolla ka për detyrë të pavarësoj, të formoj personalitetin dhe të pavarësoj të njëjtën. Që ajo të jetë më e kompletuar, në vazhdimsi insistojmë të ngrej vetdijen mbi mirësjelljen, mbi edukimin e mirëfillt dhe të ngrej cilësinë arsimore të tij. Që këto dy elemente, po që se nuk e kanë shëndetin, qoftë atë mendor dhe fizik, atëherë
jemi të dështuar. Në vazhdimsi mundohemi që këto 4 elemente t'i kemi të gjalla tek brezi i ri. Edhe këtu mendoj se këto vlera janë dhe duhet të jenë prezente gjithmonë, pa na shkaluar asnjëherë, pa shkelur mbi to asnjëherë, sepse fundit jemi njerëz, të gjithë kemi një trup, një shpirt dhe një jetë të caktuar nga krijuesi. Që kjo të jetë mbreslënës apo me porositë e tyre, me porositë e veta njerëzore, mendoj se duhet t'i ke dhe duhet të kultivohet. Profesor, mund të na thoni se në këtë turnet pjesëmarrja, interesimi si ka qenë dhe sa ekipe janë përfshirë në këtë turnej? Është interesant se viti i parë kishte atë euforinë në lojë, ose kishte atë bukurinë e saj se si ide që lindi dhe tani po realizohet. Viti i 2 dhe i 3 me radhë ishte kjo e djeshmja, në vazhdimsi interesi është rritur. Dhe ky interes tani nuk është vetëm brenda shkollës, është edhe jashtë institucionit tonë si shkollë. Pse themi ka interes? Mund të bëjmë një analizë ndoshta më të mirëfillt. Me siguri janë ato elemente që i ceka më pak. Ata si duket kanë prekur shumë mirë në këtë formë që të vazhdojnë dhe e njëjta të frymëzoj gjithnjë më shumë. Mund të na thoni se sa e rëndësishme është përfshirja e sportit në jetën shkollore dhe në formimin e të rinjve? Padyshim, sporti ka qenë, mbetet edhe duhet të jetë gjithnjë ndër pikat në të cilat çdo institucion arsimor duhet t'i ketë. Sporti me gjitha disiplinat që i ka, me atë, ta them staf, me atë kuadër profesionist që punon, ka për detyrë gjithmonë ta ruaj shëndetin fizik, në fakt ta kultivoj, ta forcoj, por përmes asaj ta mbroj edhe shëndetin mendor. Profesor, pasi që ju jeni profesor i lëndës historisë, në fakt flisni për një turne që organizohet pikërisht në shkollën e juaj. Sa si shkollë i përhrani ju talentet të themi, jo vetëm në fushën e sportit, por edhe në zhvillimin e nxënësve në fusha të ndryshme? Në rrethanat e këtilla, kur në vazhdimsi dëgjojmë lajme nga më të ndryshmet apo informacione nga më të ndryshmet, të cilat shkojnë krahas me inovacionin teknologjik që bëhet. Mundohemi të bëjmë gjithë atë që propozohet, mundohemi të bëjmë gjithë atë që është më e mira për të gjithë ata nxënës, por vërtet është e vështirë. Dhe ndoshta e kam cekur edhe ndonjërin tjetër. Si duket, kemi një ngjeshje të fuqishme në aspektin e asaj se çfarë bëjmë me nxënësit e talentuar. Sa i përkrani ju si shkollë, si profesor, në këtë drejtim? Në maksimum mundohemi ta bëjmë, por tek nxënësit e talentuar duhet të kuptojmë se kushtet janë tërësisht ndryshme. Nëse marrim aspektin e sportit, aty kemi jashtëzakonisht talent të shumt në të gjitha disiplinat, por jo për të gjithë ka mundësi që të bëhet, që të organizohet, sepse talentet janë të numëruar, kurse ne kemi klasë, cila klasë vërtet është e stërmbushur në këtë kohë, të them në shekull 21 me nxënës 34 në klasë. Edhe në lëndët tjera është e njëjta. Kemi matematicient, kemi adhurues të informatikës, të programimit, për të cilët vërtet është vështirë që tu bësh kushte, në të cilat kushte pastaj nuk flas vetëm se mund ta gjesh kabinetin, por fjalën e kam ta bësh në sistem i cili në vazhdimsi nga klasat më të ulta deri tek ato më të lartat, ai të ketë vendin e vet të merituar. Mund të na thoni se sa ndihmojnë këto aktivitete në ndërtimin e një klime pozitive, të themi, brenda shkollës?
Po unë mendoj kështu, nëse një shkollë nuk ka aktivitete, nuk mund të them se është e kompletuar. Unë mendoj se sa më tepër aktivitete të ketë, çfarë do lloj të jenë ata, ajo është e plotësuar. Sepse jeta është e tillë, posa të hapim derën dhe dalim në obor, dhe jashtë oborit ne shohim gjithçka ndryshe. Po dhe derisa jemi brenda, përmes mediave, përmes gjithë asaj që sot kemi, si mjetet të informimit, rrjetet sociale, ne duhet patjetër të bëjmë një diçka të tillë që të jemi në hap me të tjerët ku kanë arritur. Mendoj se çdo mësimdhënës aty ku është, duhet ta jep maksimumin e tij, sepse neve gjatë përgatitjeve që bëjmë, përgatitjeve profesionale si student, gjithmonë i kemi cekur këto. Do të thonë, mësimdhënësi të jetë ylli, ndjekësi nga të gjithë, pra të paraqet një figurë në të cilën do ta ndjekin dhe secili nga ato nxënës të gjej vendin e vet apo mundësinë e vet që ta shpreh. Cilët janë projektet, të themi, apo aktivitetet që i keni planifikuar ndoshta për t'i bërë këtë vit me nxënësit e shkollës së mesme Zeflush Marku? Aktivitetet janë të shumta, nga se ne si shkollë kemi shumë nxënës, dikun rreth 2000 nxënës, domethënë mbi 1800 nxënës, e ata nxënës disi duhet të menaxhohen, duhet krijuar një klimë për gjithë ata që të përshtaten dhe të shprehin, të frymëzohen gjitha dashuri që mund ta gjejnë në ambientin e shkollës. Ta marrim vetëm segmentin e turneut, tani aktivitetit të turneut. Ne kemi 64 paralele, të gjitha kanë qenë, domethënë, të kyçura. 64 ekipe. Me ekipin e vet. Ekipi ka numëruar 8 nxënës, në të cilën sipas sistemit apo i munduri me të mundurin është mbaruar diku rreth 2 javësh. Por nëse marrim numrin e përgjithshëm të kyçurat me 8 nxënës, 64 paralele, ajo është e tejkalon numrin 500. Domethënë 1/3 e nxënësve janë të përfshirë në këtë aktivitet. Pastaj përveç asaj kemi edhe këshillin organizativ që po ashtu post profesorëve si këshill iniciues edhe nxënësit janë të përfshirë deri më 25 nxënës, 25 ema. Dhe thot aktiviteti në vazhdimsi ngarthen dhe rrit numrin. E ai numër do të bëj pastaj kërshërinë tek të tjerët që të ndjekin. Edhe një fjali do të shtoja këtu tek turneu që në vërtet është mirëpritur nga të gjithë, por për t'u falendëruar janë ekipi i nxënësve dhe i mësimdhënësve me koordinatorin profesorin Idris Kurtishi, po edhe profesorët tjerë që në vazhdimsi kanë qenë të kyçur në atë, profesori i mirënjohur Sahari, pastaj Sueli edhe Dritoni. Të cilët janë munduar që ky turnej të shkon pa probleme, edhe vërtet pa pengesa. doli jashtëzakonisht i bukur, sepse të ketë aq publik dhe të mos ndodha asgjë, ajo ishte vetëm një mjeshtri e organizimit të. E menaxhuar mirë, të themi ashtu. Si e shihni rolin e shkollës, jo vetëm në edukimin, por edhe atë në moral e shoqëror? Shkolla është pika kryesore, pika referuese për të gjithë. Këtu nuk guxojmë as pak të hezitojmë kush janë ata përgjegjës. Në rend të parë është prindi dhe mësimdhënësi pastaj vjen. Nëse prindi gëzohet gjatë lindjes së një fëmije, ai duhet të jetë i gëzuar me atë fëmijë. Për të qenë i gëzuar, ai duhet ta përcjell në çdo detaj gjatë gjithë jetës së tij sa është e mundur. Tani, nëse përcjellja është e mirëfillt, apo do të them ai kujdes prindror është i mirëfillt, ai me siguri se do të jep rezultatin e duhur. Ajo është edukimi. Arritja një shkallë, një niveli të edukimit familjar, i përpunuar apo i kultivuar edhe me shkallën e shkollimit, ajo do të jetë më e mirë. Pastaj mbetet ai segmenti tjetër se sa cilësi arsimore do të vëmë, se sa ne do të pajisemi me një uri të duhura për të qenë
personalitet i formuar, për të qenë një qytetar aktiv, për të qenë i hapur, për të qenë vërtet një personalitet i pavarur në shoqërinë dhe jo vetëm aq, por të jetë i kujdesshëm, i vetëdijshëm si për vetveten, si për familjen e ardhshme që do të krijojë, edhe mban shoqërinë. Unë mendoj se aktivitetet janë të patjetërsueshme post mësimit arsimor, sepse me të bëjmë një freski në gjithë atë që është përditshmëri, bëjmë një, ta themi, një frymëzim më tepër drejt asaj se jeta ndryshon për çdo ditë, jeta është një proces, po edhe vetë mësimi është një proces ku sa rritemi, mësojmë, sa shohim, aq më tepër bëhemi pjesa asaj që... Më të na thoni se cilët janë, të themi, arritjet më të rëndësishme që ka arritur shkolla e mesme Zeflush Marku. Domethënë nëse ka arritur nxënësi ndonjë sukses është edhe ajo fal jush si profesor, si mësimdhënës në atë shkollë. Kur përmendet gjimnazi Zeflush Marku, vërtet emocionohem. Gjithë ne jemi rritur me këtë emër. Gjimnazi Zeflush Marku sot është në dekadën e 8, që do të thotë është ndër institucionet më të vjetra të cilët ishin zëri i shqiptarëve në shoqëri, në Maqedoni. Dhe tani nëse kthehemi në retrospektiv, gjimnazi kishte gjithmonë profesorë eminent. Ata profesorë arritën që ta mbajnë të gjallë dhe jo vetëm aq, por ta bëjnë vërtet të njohur në gjithë ish shtetin e dikurshëm, se kam pas rast që derisa isha ushtar nga Slovenia të e kam lexuar për të shkollë. Por të themi vetëm për neve çfarë është, gjithë ata që kanë qenë pjesë e gjimnazit Zeflush Marku, edhe sot ndjehen krenar. Edhe kemi pas situata kur ish nxënësit, edhe pse janë në diasporë, kanë shfaq interes që ta ndihmojnë, t'i japin kontributin e tyre me aq sa mundën dhe din, vetëm që të funksionojë dhe të jetë më i miri siç është. Prandaj gjimnazi Zeflush Marku mundohet me të gjithë stafin që ka, me gjithë drejtorinë që ka të bëjë më të mirën. Tani na mungon ndoshta, po ajo nuk na mungon vetëm neve, në gjithë sistemin është sistemi mirëfillt meritor. Një sistem që do të vlerësoj merita do të ishte shumë më i mirë, me të cilën gjimnazi Zeflush Marku do ta ruaj emrin e dikush. Gjimnazi gjithmonë ka dhënë emra si në politikë, si në ekonomi, si në kulturë. Domethënë gjithë profilet që sot i kemi figura të paharuara në histori janë produkti i gjimnazit. I gjimnazit. Dhe në fund cili do të ishte mesazhi juaj si profesor, qoftë për prindërit, por edhe për nxënësit, që të jetë një bashkëpunim, të themi, i ky trekëndësh të funksionon ashtu si duhet? Po pasi që emisioni i sotëm i është kushtuar turneut, unë s'mari do të them se ky turne me gjithë atë sa u munduam të shtjellojmë kuptimin për mbajtjen e saj, mendoj se na jep një mësim të mirëfillt se ne në këtë botë jemi kalimtar. Gjithë këtë e dim, pasi gjithë e dim atëherë, të mendojmë pak më tepër dhe të veprojmë më tepër rreth asaj se çfarë është njerëzorja. Sikur të mos kishim këto vlera, ndoshta kjo nuk do të bëhej. Prandaj do të shfrytëzoj edhe një herë rastin që edhe familjarëve, por edhe kolegëve të cilët vërtet ndjehen të këtill, të bëjnë maksimumin që në këtë drejtim t'i rrisin fëmijët tonë, t'i mësojnë fëmijët tonë. E kjo rritja, po ky mësim që unë në vazhdimsi po përmend, po e përsëris, të jetë sa më sublim, sa më i përmbushur, pa tjetër, pa asfar hezitimi, do bashkëpunim të mirëfillt mes gjitha elementeve që përbëjnë këtë proces. Tani fëmin e përjashtojmë nga përgjegjësitë që i ka prindi dhe mësimdhënës. Të parët në përgjegjësi do t'i vëmë prindërit edhe mësimdhënësit. Kurse ai nxënës i cili veç ka arritur atë nivel edukimi,
të mbaj përgjegjësinë për detyrën që ka në shkollë. Bashkëpunimi patjetër do të jetë. Të ekzistoj. Ju faleminderit të shumë profesor që ndatë kohë që t'jeni pjesë e emisionit të mëngjesit të ritmi i ditës, ku ne folëm përveç turneu që është organizuar në shkollën tuaj, përgjithësi folëm edhe për një mesazh drejtuar drejt nxënësve, mësimdhënësve, por edhe prindërve. Ju faleminderit. Nder reciprok dhe uroj që të gjithë që na kanë përcjellur dhe dëgjuar të kemi qenë të mirë kuptuar. Ju faleminderit edhe një herë.